Fluksi i lartë lëvizjesh është regjistruar gjatë 72 orëve të fundit në dy pikat kufitare të juglindjes, Qafthan dhe Kapshtic. Numri më i madh i udhëtarëve është shënuar në hyrje të territorit shqiptar nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga Greqia. Në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës janë përpunuar 18.003 shtetas në hyrje dhe 14.096 në dalje. Sportelet kanë funksionuar në varësi të fluksit për të shmangur pritjet, por ende për shkak të mosbatimit të marrëveshjes për kalimin e këtij kufiri me një ndalesë, janë vërejtur radhë të qytetarëve në të dy anë të kufirit. Edhe në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës ka pasur lëvizje të shumta. Gjatë 3 ditëve të para të gushtit kanë hyrë në Shqipëri 15.122 shtetas dhe kanë dalë 12.749 shtetas. Autoritetet kufitare bëjnë me dije se fluksi i lartë lidhet me sezonin turistik dhe kthimin e emigrantëve për pushime, ndërsa pritet që lëvizjet të mbeten intensive edhe në ditët në vijim, duke u rritur e duke kulmuar rreth mesit të gushtit, kur ashtu si edhe vitet e kaluara shënohet fluks mjaft i lartë i lëvizjeve në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës.